Në vazhdim të të shikus, flasim pak për programin e vullnetarizmit edukative, po ashtu edhe për faktin që organizata Toka po është në prag të shënimit të 10 vjetorit. Me këtë rast, në studion Mirëmëngjes Kosovë, kemi të ftuar Hatice Zeka, e cila është drejtoresh ekzekutive e kësaj organizate. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, shumë gratësime që këto. Gjithashtu mirë pas edhe ne juve. Në prag të shënimit 10 vjetorit të organizatës Toka, apo na tregon tri arritjet kryesorje ka shumë, por... Jemi shumë të lumtur se Toka po i bën 10 vjetë, edhe për gjatë këtyre 10 viteve dhe tash jemi në prag të festës, për shkak se me 12 qershor do ta kemi një event të madh ku presje më shumë se 300 mysafir, për shkak se ky 10 vjeçar nuk ka qenë vetëm suksesi Tokas, nuk është vetëm suksesi Tokas, është shumë aktorëve të ndryshëm, me shkollat që kemi bashkëpunu, me donatorët, me partnerët tanë, bizneset, mësimdhënësit, vullnetarët e kështu me radhë. Prej arritjeve më të mëdha është çka kemi mësuar gjatë këtij 10 vjetori është se Toka është organizata numër 1 për vullnetarizëm në Kosovë. Çdo vit rreth 1003 angazhohen 3 deri në 9 muaj në mënyrë aktive dhe vullnetare në Toka. Kemi përfshi 50.000 tri për gjatë këtyre 10 viteve, që në mënyra të ndryshme janë përfshirë në programet e Tokas. Mandej kemi bashkëpunu me ma shumë se 200 shkolla, me ma shumë se gjysmën e komunave të Kosovës, kanë qenë pjesë e programeve tona që në mënyra të ndryshme kanë mbështetur edhe bizneset lokale ku kemi bashkëpunim ma shumë se 250 biznese e kështu me radhë. Kështu që po mendoj këtu janë vetëm disa. Ndërsa prej përfituesve ndoshta në mënyrë direkt ose indirekt që në mënyra të ndryshme janë prek nga programet e Tokas ose nga projektet e Tokas janë dikon 400.000 qytetarë, ku do të thonë të rit për shembull kanë bërë projekte vullnetare në shkollat ose në lagjet të tyre, edhe mandej ka njerëz të tjerë ose njerëz të komunitetit që janë prek në mënyra të ndryshme, kështu që ka bajage arritje të mëdha. Edhe përpos rezultateve në Kosovë, Toka po ashtu është edhe lidere në rajon edhe në Evropë. Momentalisht jemi udhëheqëse e rjetët të vullnetarizmit edukativ për Evropën qendrore dhe juglindore, që të flasim pas pak edhe për një thirrje që është. Edhe po ashtu jemi antare në rjetin SEM, që është rjeti ombrell i ditës së solidaritetit në Evropë, që është një program tjetër që i dedikohet vetëm të rinjve nga shkollat e mesme. Kështu që po ndihemi shumë krenar për këtë 10 vjetor, për shkak se kemi çka me tregu edhe kemi lënë gjurmë bajage shumë gjatë këtyre viteve. Normalisht, edhe ne kemi qenë programi Mirëmëngjes Kosovë ka qenë dëshmitar e përcjelljes i gjithë kësaj. Si ka ndryshuar vizioni misioni Tokës që nga themelimi deri më tani? A ka pas ndonjë ndryshim gjatë rrugës, ndoshta për shkak nevojave, aktualiteteve ose diçka tjetër? Po, Toka ka ndryshuar, do të thonë ndoshta misioni jo, për shkak se misioni i Tokas gjithherë ka qenë që me investu në rininë e Kosovës, duke e zhvillu matutje potencialin e të rinjeve në Kosovë. Edhe halajemi, do të thonë që aty për neve ka qenë qysh prej fillimit, ka qenë shumë e rëndësishme që me shumë me përfshi të rit nga zonat rurale, nga fshatrat, ose ata që kanë shumë ma pak mundësi se sa dikush që ta zëm ka lind në qytet ose ka lind në një familje që i ka kushtet financiare, socioekonomike të mira. Kjo bëqen të Toka që gjithmonë synoni këto pjesë me i prek? Po, për shkak se po mënoj ka shumë të ri, cilët për një arsye ose tjetër, të më thonë prej faktorëve të jashtëm dhe të ndryshëm, nëse i jepet mundësia, ai njëjtë ka me mujtë me arrit, sikur një bashkëmoshatar i tij ose i saj në qytet ose në Evropë. Kështu që për neve shumë e rëndësishme që me mujtë me zbulu që ata të ri që bojnë pjesë në këtë target group, edhe mandej me
edhe mandej me adhonë shtysën përmes programeve dhe edukimit jo formal. Ndërsa sa i përket, përmënoj gjithherë marrë një paralele se çka ka ndryshu në shtat toka, ka ndryshu në qasjen e saj, për shkak se në fillim vetëm ekipi i tokës ka qenë ai që ka shku në për shkolla, në për zonat rurale ku ka bu aktivitete, mirë po në ndërkohë kemi pa që s'është e mundur 15 veta me mujt me imbri krejt ata tri që kanë nevojë dhe që e kanë potencialin me u përfshi në aktivitetet e tokës, edhe çka kemi bo është që për shembull madje kemi bo programe për mësimdhënës, cilët është shumë e rëndësishme që me zhvillu këto kapacitetet të tyre, edhe që përmes na e quajmë si durë të zgjatuna të tokës, ku përmes tyre madje mund të depërtojnë edhe programet e tokës. Madje kemi përfshi bizneset, kemi përfshi komunat, institucionet qendrore e kështu me radhë, në mënyrë që me bu, për shkak se na kemi një shprehje në toka, me një lule nuk qel pran vera, edhe me një tokë nuk qel pran vera, kështu që për neve shumë e rëndësishme që me mujt me i bu bashkë të gjitha këter që janë me rëndësi në mënyrë që me mujt me mbri synimin cilin e kemi. Është mirë kur je gjatë në një punë e shese cilat janë nevojat edhe mandej shkon të i përmirësu edhe të i plotësu. Programi vullnetarizmi edukativ ka ndikuar në mirat të rinj. Ka pasur shumë ndikim të madh. Si e përkufizoni këtë ndikim në zhvillimin e tyre personal e profesional? Një ndër shtyllat kryesore të tokës është edhe programi vullnetarizmit edukativ, ku në thelb është integrimi i shërbimet në komunitet ose i punës vullnetare në edukim. Pra, të rinjt cilët angazhohen në mënyrë vullnetare, nuk është që janë duke bo vetëm punë vullnetare, ata në të njëjtën kohë mësojnë njohuri të reja, shkatësi të reja, edhe vlera të reja. Ta zëm për shembull programi vullnetarizmit edukativ funksionon përmes klubeve, ku mësimdhënësit trajnohen në këtë program, mandej shkojnë në shkollat të tyre, e hapin klubin e vullnetarizmit edukativ, ose super vullnetar, siç i quajmë na, që e kemi brendin, edhe mandej çdo javë takohen për së paku një vit shkollor. Mirë po ma shumë se 50% e klubeve që e mbajnë vitin e parë, dëshirojnë edhe shprehin interes që me vazhdu edhe për vitin e dytë. Ky program është hapë në vitin 2018, edhe tash ka klube prej vitit 2018 që në mënyrë aktive ekzistojnë në shkollat të tyre. Edhe kjo është falë kontributit të mësimdhënësave të cilët po ashtu angazhohen në mënyrë vullnetare, edhe po ashtu interesimet të nxënësave. Për shkak se ndonjëherë ndoshta klubi është i vetmi aktivitet jashtë shkollor që ndodh me një shkollë ose me një fshat të caktuar. Kështu që normalisht që interesimi është bajgi i madh. Sa i përket shkatësive, ky program synon që me i pajis të rinjt me shkatësitë e buta ose shkatësitë e shekullit 21 që quhen, edhe që janë të lidhuna me kurikulën arsimore, që është puna në ekip, që është shumë e rëndësishme, është komunikimi, zgjidhja e problemeve, mendimi kritik, leadershipi po ashtu, do të thonë na synojmë që përmes këtyre programeve të rinjt me fitu shkatësitë e leadershipit që në të ardhmen për shembull, nëse ka qenë antar i klubit, në të ardhmen një antar i klubit po ashtu me hap një klub në mënyrë që me përcjell përvojën të bashkëfushatarët ose të trit ma të vegjël në moshë se sa ata, e kështu me radhë. Kështu që për përqytetjen e shkatësive të buta, mandej diçka tjetër që është shumë interesant në kuadër të klubit është se antarët e klubit dalin për shembull në fshat ose në qytet, edhe mandej i pyesin qytetarët qa janë problemet edhe që janë të mirat e komunitetit ku na jemi duke jetu, i listojnë ato probleme edhe mandej planifikojnë se qysh me dizajnu një projekt, që na e quajmë një projekt në komunitet ose komunitar, edhe mandej me adresu atë problematik. Tash, ideja është që nuk kam u zhdu kaj problem tërësisht. Ideja është qysh me udhëzon trive një hapësirë ku ndihen të dobishëm, ndihen të vlefshëm, edhe që janë duke marrë pjesë edhe në vendime, edhe po ashtu janë duke dhënë kontributet në shoqëni. E përmes kësaj qasje që është shumë interaktive, edhe që i përfshin nxënësit prej fillimit deri në fund, edhe që zakonisht na insistojmë që me u dëgju fjalët tyre, është që jemi tu i fuqizu me vetbesim, me motivim, edhe që me pas pas disa shkatësi cilat ju vynë ma vonë për studime, për punë e kështu me radhë.
Shumë mirë. Ta personalisht ndikon, apo ju ndikon për mirë për zhvillimin e tyre? Natyrisht, do të thonë ka se në kuadër të këtij programi po ashtu bëjmë edhe matje, për ne është shumë e rëndësishme që programi me qenë i suksesshëm. Pasi që po rikthehen njëjtit, me siguri mund të tashin edhe zhvillimin që po, do të thonë disa prej senteve që i kemi vëzhgu është që në ne po ndikon në vetbesimin e tyre. Diçka që mendoj që të trit në Kosovë është një nevojë e madhe bajge që me pas programe të ndryshme ku ata ndihen të mbështetur, të motivuar edhe e kanë vetbesimin në lartë, edhe mandej normalisht to shkatësit, do të thonë siç i përmenda shkatësit e shekullit 21 edhe po ashtu dizajnimi i projekteve, menaxhimi i të hollave, për shkak se klubi e kanë edhe një fond të hollave ku mandej bëjmë projekte vullnetare në komunitet, e kështu me radhë, kështu që krejt janë çdo shkatësi të cilat ty në një mënyrë ose tjetër kanë me të gjindë një pikë të jetës. Për shembull, nëse duhet me punu në ekip, për shembull ka aktivitete të ndryshme. Kjo puna në ekip na duhet njëve si shoqëri kosovare. E vërtet. Me mësuar shumë më gjatë edhe e vërtet, për shkak se po mendoj shkolla në një mënyrë mundohet nështë me i mësu qëto kompetenca, me gjithata në shumë aspekte nuk më rihet, për shkak edhe të ndoshta kurikulës, përgatitjes së mësimdhënësave kështu me radhë, mirë po ideja është qysh me mujtë me komplementu edukimin formal me ato jo formal edhe me i bo bashkë, se si toka nuk i shohim të ndonë, mendoj që duhet me qenë diçka që shkojnë paralelisht bashkë. Kjo është një mundësi shumë e mirë. Hati që me të ndëgju ty të shpjegu programin duke që gjithçka po shkon në valje mire, është i lehtë, nuk ka sfida. Por unë du të pys për sfidat që janë prapa kësaj, se e di që ka një punë shumë të madhe edhe një angazhim shumë të madhe. Me çfarë sfida është ballafaqoheni zakonisht? Po, me tregu drejtën Delvin, nuk e di veç toka është një farë magneti që i afron rreth vetës njerëz që kanë vullnetin e mirë. Edhe qashtu, po mendoj edhe mësimdhënësat cilët janë pjesë e programit të vullnetarizmit edukativ, janë të tillë, do të thonë diçka që ndoshta janë vetmit, ndonjëherë ndodh që janë vetmit në shkollë ku dojnë me bëj diçka ekstra. Edhe kanjëherë nuk është që shihen shumë mirë prej kolegëve të tyre. Do të thonë kanjëherë mungon edhe ajo mbështetja kolegiale. Megjithatë, po më duket që kur krijohet një farë komuniteti dhe kur e shohin që nuk janë vetë, për shembull është dikush prej një shkollës Hanit të Elezit, ose të Kaçanikut, ose të Vushtrës, e kështu me radhë, dhe e din që është dhe dikush tjetër në Kamenic, në Istag, në Pej, e kështu me radhë, atëherë dhojnë, okej, nuk qenë kanë vetë. Kështu që nuk është që ka shumë sfida, mendoj se ideja e programit është shumë e mirë, edhe është shumë e strukturume, kështu që janë hapa cilët shkojnë. Normalisht nështë për mësimdhënësat është një metodë e re, për shkak se lyp të mendum, me mendu në mënyrë pak ma ndryshe dhe pak ma praktike. Kështu që nështë derisa të ndrohet pak që e mënyra e të mendumit, po për ndryshe nuk është që ka shumë sfida. Për ndryshe na kemi hap thirrjen tashmë këtë vetë, për krejt mësimdhënësat cilë dojnë me apliku dhe dojnë me u bashku në këtë rjetë. Ne zakonisht për çdo vjet i hapim së paku 20 klube në krejt Kosovë. Me grup moshat ndryshme? Tash këtë vit jemi fokusu vetëm në shkollat fillore, për shkak se për shkollat e mesme kemi një program tjetër që është pak më atraktiv. Edhe, do të thonë, ky programi i vullnetarizmit edukativ është i hapun edhe i ftoj krejt mësimdhënësat që me shku në përfaqe të tokas, me i shiku, do të thonë, çka nuk kuptojnë, cilat janë përfitimet e kështu me radhë, edhe i ftoj me apliku. Po ashtu jemi fokusu këtë vit në 10 komuna, megjithatë nuk i përjashtojmë nëse ka aplikime të mira, nuk i përjashtojmë edhe mësimdhënësat që dojnë me bëj diçka për nxënësat të tyre dhe për shkollat të tyre. Do të thirrjet i bëni në për komuna në shkolla? Këtë vit e kemi ndryshu pak qasjen, do të thonë për shkak se toka ka bashkëpunim me 12 komuna të ndryshme, edhe ata janë pajtu, do të thonë, drejtoria arsimit, së bashku me komunën,
jam pajtu në një mirë që ti mbështesin programet e tokas në komunën e tëne, edhe e kemi ristrategjizu. Megjithatë, nëse është dikush që është dikush prej komunës së Dragashit, ta theme, që nuk kemi bashkëpunim formal, megjithatë e kemi një klub për shembull në komunën e Dragashit, edhe dënë edhe një shkollë tjetër me apliku, edhe aplikimi është i mirë, për neve shumë e rëndësi cilësia. Nuk ka shumë rëndësi a kemi marrëveshje bashkëpunimi apo nuk kemi. Nëse dikush e ka aplikimin e mirë, atëherë për neve është në rregull. Po me rëndësi është kualiteti edhe motive. Për shkak se angazhimi është spaku një vjet, kështu që duhet me pas vullnetin primar që me qenë pjesë e programit, me qenë pjesë e trajnimit, ku këtë vetë po ashtu e kemi sjellë edhe komponentën e shëndetit mendor, që trajnimit, dhe më thonë, jemi duke e zhvillu në bazë të nevojave të një hulumtimi që jemi duke e bërë së bashku me Departamentin e Psikologjisë nga Universiteti i Prishtinës, edhe ideja është që dhe më thonë, kemi shku edhe kemi bo matje kualitative edhe kuantitative. Në kuptimin kualitative kemi majtë fokus grupe me aktorë të ndryshëm, ndërsa në mënyrë kualitative i kemi shku edhe kemi pyetur zonacat për shembull çka është stigma ose komponentat e tjera të shëndetit mendor. Edhe konform rezultateve që do të dalin, mandej do ta formojmë, do ta përgatisim kurrikulën. Edhe mandej do të mbahet trajnime për mësimdhënës, edhe mandej do të shkojnë edhe do t'i hapin klubet të tëne në shkolla. Edhe ideja është që për pas mësimdhënësave, ata do t'a kenë mundësinë e një ekspertit të shëndetit mendor, për shembull psikologët shkollor, ku do të jenë aty nëse kanë sfida të ndryshme përgjatë klubit, edhe po ashtu do t'i ftojmë edhe prindrit që me fol pak a shumë për sfidat e shëndetit mendor të të rinjve. Kështu që është, të më thonë, këtë vit, për shkak se çdo vjet e bojmë thirrjen për klubet të reja dhe për mësimdhënës të ri që dojnë mi hap klubet në shkollat të tëne. Mirë, po këtë vit e kemi specifikuar në shëndetin mendor, sepse e kemi pa që nevoja shumë e madhe, sidomos pas pandemisë, të më thonë, ka gjithandej në për shkolla probleme kryesore, ndoshta tash është koncentrime, po mënoj edhe çështje të tjera që lidhen me shëndetin mendor, kështu që po dojmë me kontribu përmes mësimdhënësave që me i pas disa njohuri bazike në mënyrë që me ditë qysh me i përballu ato sfida që vijnë bashkë me të rit. Si po arrini që të motivoni të rinjt që të marrin pjesë në aktivitete kështu vullnetarizmi, kur e dim që është një periudhë goxha e vështirë me i motivu dikën me marr pjesë, dikun pa pagesë ose Po, shumë e vërtet. Mendoj që tashmë jam bo 10 vjet, edhe kë efekti domino veç e bën atë të vetën. Edhe siç duket, do të thonë shpërndahet fjala, edhe ndërmjet trive. Do të thonë, për shembull vinë me një kamp veror, mandej kalojnë shumë mirë në toka, mandej dëshirojnë me bëu edhe diçka tjetër. Mirë po, nuk është që shpërndahet vetëm fjala, mendoj që të rit në programet e tokas e kanë që atë lirinë edhe hapësirën, ku mundën me i shpreh idetë dhe mendimet të tëne, edhe mendimet e të nejën të vlefshme. Kështu që nuk është sikur edhe hajtë se po thute edhe i gildum 10 vjetë diçka, po merën parasysh, edhe menoj që ajo rëndësia plus e kanë kriju rrethin shoqëror, plus jënë të bo diçka, jënë të dhënë kontribut në komunitet e kështu me radhë. Kështu që këtë çdo komponente lidhen me njëna tjetrën, edhe çka është më me rëndësi është që aktivitetet që janë të dizajnume në kuadër të programeve të tokas nuk janë të mbërzetshme. Do të thonë, janë në një mënyrë si lojë, edhe të rit ndoshta shpeshherë nuk e kuptojnë që nuk e mësu diçka, mendojnë që nuk e lujt, po megjithatë, do të thonë, mas një, si më thonë, nëse kanë hyrë në fillim të klubit edhe dalin, do të thonë, edhe kryjnë për një vjet edhe rinë për një vjet, atëherë shohin që pas ka mësu. Për shembull, ka aktivitete që me bo sfida të ndryshme, edhe me gjesë zgjidhje për sfida të ndryshme, aty duhet me punu në ekip. Ose për shembull, nëse ti dën me bo diçka një projekt në komunitet, duhesh me shku te një biznes, për shembull te një librari, nëse po dën me bo librarinë e shkollës, atëherë, domethënë dën me mbledh libra,
atëherë dush më shku të një biznes dhe me thonë, e kam që t'ide, a mund është me më dhonë, a mund është me nga dhonë libra, ose që ka du qoftë me kontribu në mënyrat të ndryshme. Kështu që ketë jënë qëto mënyrat që nuk është që veç dikush flet edhe tjerë në dëgjojnë, mirë po jënë dizajnu që ashtu në mënyrë interaktive që pa e kuptu që jetë mësu diçka, në të vërtet jetë mësu diçka. Ati që faleminderit shumë, kënaqësi të bisedojmë gjithmonë së bashku, urim edhe njerë 10 vjetori, me sigurit të kemi edhe herave tjera. Shumë faleminderit edhe posaçërisht edhe mediave edhe RTK-s se kanë qenë me neve për gjatë krejt këtij rrugtime, edhe e vlerësojmë shumë për hapësirën që e kemi pas për gjatë këtyre viteve për me i shpalos krejt programet, aktivitetet që i ofrojnë për trit, për mësimdhënëse, kështu me radhë. Faleminderit edhe një herë.